Botimet e autorëve amerikano-latin në Shqipëri gjatë sistemit monist dhe ndikimi i tyre në letërsinë shqipe janë objekti një studimi të realizuar nga Shkolla e Studimeve dhe Instituti i Historisë në Spanjë në bashkëpunim me Universitetin Luiz Gurakuqi. Pedagogja Brikena Smajli e përfshirë në këtë projekt thekson se puna ka nisur me digitalizimin e kësaj krijimtarie. Shqipëria në këtë lloj çësje, siç ne një farë mënyrë e dim, ka një rast specifik të veçantë që ka lidhje me vendet e Europës lindore, por edhe nuk ka lidhje, ka specifikat e veta. Ku jemi përqendruar? Jemi përqendruar fillimisht në digitalizimin e mënyrës se si kanë ardhur autorët latinoamerikanë, si janë prezantuar në Shqipëri në periodikët dhe revistat. Atë sa janë prezantuar me çfarë mënyrësh etj. Është bërë një digitalizim i këtyre pjesëve, qoftë poezi apo diçka tilloj. Pastaj jemi ndalur edhe te mekanizmat që kanë bërë të mundur sjelljen, sepse ka disa kushte të caktuar edhe politike, edhe të marrëdhënieve ndërkombëtare, edhe politikës ndërkombëtare që kanë ndikuar në sjellje, sepse këtu është e lidhur edhe marrëdhëniet ndërkombëtare në këtë rast, ku vendet e Europës lindore me në qendër Bashkimin Sovjetik ka një qasje krejt të ndryshme pikërisht me vendet e Amerikës Latine. Smajli tha se janë të paktën 33 autorë latinoamerikan, krijimtaria të cilëve është botuar në Shqipëri gjatë asaj periudhe, krahas shumë shkrimeve që janë kushtuar Shqipërisë. Sipas saj, ndikim të rëndësishëm në këtë proces kanë pasur mënyrat se si janë zhvilluar marrëdhëniet e Shqipërisë me këto vende, duke nisur kryesisht nga aspekti ideologjik. Janë diku te 33 autorë që janë përkthyer gjatë kësaj periudhe në Shqipëri. Ka shumë element ideologjik në të dy krahët. Ideologjia është pjesë e qëndësishme e kësaj periudhe, këtyre kontakteve. Dhe në këtë kontekst, po zbulojmë veten, si është zhvilluar edhe në këtë rast, ky studim zbulon edhe se si kemi marrë, se si kemi ndërvepruar, se si kemi ndërtuar disa struktura brenda kulturës sonë në kontakt me kulturat e tjera. Në aktivitetin e zhvilluar ishte i pranishëm edhe doktor Emilio Gallardo Saburido, profesor nga Spanja dhe drejtues i këtij projekti, i cili vlerësoi maksimalisht gatishmërinë e Universitetit të Shkodrës për bashkëpunim. Projekti spanjoll mbi letërsinë amerikano-latine gjatë luftës së ftohtë 1945-90 është realizuar në vendet e Europës lindore, pjesë e ish kampit socialist.